nesërmë është parashikuar një protest masive, një protest e cila synon rrëzimin e qeverisë, paktën kjo është deklaruar nga opozita, konkretisht nga ish kryeministri Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Ne do të kemi më shumë informacione në lidhje se si do të jetë, le të themi, plani i masave që do ndërmarrë policia, duke e ditur që ka patur thirrje për të ardhur qytetar nga çdo cepi i Shqipërisë. Kemi Sido Barka, në cilin e përshëndesim dhe i themi mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Brikena dhe Flori. Në fakt policia ka marrë masat, le të themi, për protestën, për mbarvajtjen e protestës, e cila pritet të zhvillohet ditën e nesërme, pra ditën e shtunë në orën 17:00, protestë paralajmëruar nga subjekti Partia Demokratike. Në fakt, e cila në fakt ka depozituar dhe kërkesën e saj të radhës pranë drejtorisë vendore të policisë së Tiranës. Në gatishmëri do të jenë në fakt të gjitha komisariatet e policisë së Tiranës si dhe efektivet e drejtorisë të policisë në Tiranës, por jo vetëm, do të jenë dhe strukturat e tjera në gatishmëri për protestën. Të paktën afro 1000 forca policie do të jenë në gatishmëri ditën e nesërme për mbarvajtjen e protestës, jo vetëm komisariatet dhe forcat e rendit, por në gatishmëri do të jenë gjithashtu dhe strukturat e tjera si forcat Shqiponia të ndërhyrjes së shpejtë, por në gatishmëri do të jenë dhe forcat Renea, të cilat në fakt janë, le të themi, masa të ndërmarra her pas here ose më saktë në çdo protestë kombëtare e paralajmëruar nga opozita gjatë kohëve të fundit. Gjithashtu do të jenë në gatishmëri dhe autobotet me ujë, nëse do të jetë, le të themi, e nevojshme për durimin e tyre, nëse do të ketë gjithmonë një përshkallësim të dhunës mes protestuesve dhe forcave të policisë. Ende nuk dihet se cila do të jetë, le të themi, skenari që Partia Demokratike dhe aleatat e saj do të ndjekin në protestën gjatë ditës së nesërme. Megjithatë ka informacione që do të përdoren sërish lëndet, le të themi, molotov, të cilët do përdoren dhe në protestën e fundit. Kujtojmë që pati disa, le të themi, indicie ose disa përplasje fizike mes forcave të policisë dhe protestuesve, këta të fundit që duan me sendet e forta policinë në drejtim të kryeministrisë, por dhe me hedhje të molotovit. Të paktën 3 persona meten të lënduar, një efektiv policie dhe 2 qytetar, por fatmirësisht dëme të vogla, të cilët morën trajtim në spital dhe me pas u larguan. Megjithatë, kujtojmë se në protestën e fundit, si pasojë e dhunës u ushtruar nga protestuesit në drejtim të forcave të policisë, pati dhe persona të arrestuar, të cilët me pas u liruan nga gjykata dhe janë në ndjekje në gjendje të lirë. Megjithatë, sa i takon skenarit, të paktën Partia Demokratike ka depozituar dhe kërkesën e saj pranë policisë së Tiranës, një kërkesë në fakt të cilën e ka dorëzuar pa një afat kohor sa i takon protestës. Pra, subjekti Partia Demokratike ka kërkuar që protestat e mos ketë afat, nuk dihet se cili do të jetë skenari i Partisë Demokratike, pra në qoftë se ato do të protestonin dhe do të qëndrojnë për orë të tëra ose me ditë të tëra përpara kryeministrisë, kjo ngelet për të shpjeguar nga vetë kampi politik i Partisë Demokratike, por nga ana tjetër burime bëjnë me dije se policia e Tiranës i ka kthyer një përgjigje negative, le të themi, sa i takon orarit, pra duke i kërkuar një orar fikse të hapjes dhe të mbylljes së protestës për shkak të menaxhimit të trafikut rrugor, për shkak se do të zhvillohet përpara kryeministrisë. Gjatë ditës së sotme, konkretisht gjatë pasdites, priten që policia të marrë dhe masat e para si në çdo protestë tjetër, sa i takon vendosjes së profileve metalike në dyert të kryeministrisë, kjo për të rritur, le të themi, dhe elementet e sigurisë. Mirë, Sido, të falenderojmë për gjitha informacionet që përcollen në studio. Faleminderit Sido.